Unë dua që si puna atij fëmijës vogël, që po e mbajtë gjithë kohës me atë ndihmësen që të eci, nuk do mësoj kurrë të eci. Më mirë të fillojmë të ecim vetë, të kuptojmë vetë, të marrim vendimet gabuara vetë dhe t'i korrigjojmë vetë rrugës, sesa të rrim gjithë kohës me referencën që e tha ambasada amerikane. Ky popull duhet ndërgjegjësuar politikisht dhe një herë kjo histori duhet fillojë. Dhe për Spakun që u tha që ka ikë ambasada amerikane tani mbështetje kështu, jo më Spaku duhet veproj vetë. Pra gjitha institucionet drejtësisë duhet fillojnë të ecin vetë me këmbët e tyre. Pra të marrin vendime, të marrin gjykime, vlerësime, akte, konkluzione dhe rezultate pa pas nevojën e një suporti me domosdoshmërisht nga ndërkombëtarët. Duhet bjerë kjo çështja e se gjithë jetën kemi jetuar me ndërkombëtarët. Një herë kemi jetuar me Jugosllavët 1945-ën, pastaj me sovjetikët, pastaj me kinezët, pastaj ngelën vetëm se u çmendën Veroxha edhe kiku nga trut edhe ngelëm ashtu siç ngelëm, pastaj me amerikanët, pastaj gjithkohës herë europian, herë amerikan, herë ambasadori X, herë ambasadori Y, ne gjithë jetën kemi nevojë për i tutor. Duhet fillojmë mendojmë që s'kemi nevojë për tutor, kemi mend tona, ndërgjegjen tonë, gabimet tona dhe korrigjimet tona. Kështu mendoj. Ne po i shohim efektet e Trump në gjithë botën. Ka shumë nga ata që thonë për shembull që mund të ndikojë edhe në Shqipëri, meqense jemi në moment zgjedhjesh. Si mund të ndikojë? Ka edhe nga ata që thonë ai që do të fitojë këto zgjedhje të 11 majit, do thotë që atë do Amerika, etj. Trumpi është një biznesmen. Unë nuk e preferoj si politikan, vetë personalisht. Domethënë e quaj një aksident politik. E para është një megaloman, një delirant i cili më bezdis kur e shoh me sjelljen e vet, por është zgjedhja e amerikanëve. Fuqia që ka Amerika natyrisht është aq e madhe sa që nëse do mund ndikojë edhe në Shqipëri. Ata po thonë ne do marrim Groenlandën se kështu duam ne. Ne do marrim Kanadan se kështu duam ne. Këtë luftën që i kanë shpallur Sorosit për shembull. Po, shiko. Një luftë e organizuar si luftë klasash politike nuk mund rregullohet duke bërë një luftë tjetër klasash politike. Pra, po e marr për analogji me ato çka ka ndodhur në Shqipëri. Nëse ne gjatë diktaturës persekutuam njerëz dhe burgosëm njerëz politikisht, kur erdhi demokracia është njësoj sikur këta njerëzit të dilnin nga burgjet dhe të persekutuarit vinin nga vendet ku kryenen internimet dhe të merrnin një fushat shpagimi me të njëjtën mënyrë ose dhe më ekstreme ndaj këtyre që i persekutuan. Pra, unë nuk mendoj që me metoda diktatoriale mund të rregullosh një diktaturë ose një konspiracion. Mund ta shpërbësh atë, po jo me metoda të një profili ekstra ligjor ose ekstra normal, demokratik. Me këto dekretet ekzekutive që lëshon Trumpi, si t'jenë receta nga ato programet e veta që bënte kush ishte i aftë, që ka pas bërë përpara, mua më duket që Amerika ka hyrë në një lloj eksperimenti të cili nuk i dihet fundi. Jo, më tepër pyetja ishte a ke pritshmëri jo, s'kam pritshmëri se nuk e di. Ky është njëri i paparashikueshëm. Ky është një njeri i paparashikueshëm. Pra Donald Trump është njeri i paparashikueshëm. Dhe nuk e di a është në fokus Shqipëria, unë nuk besoj që jo, sepse ai nuk ka në fokus Ballkanin fillimisht, pra rajonin ton, e jo më Shqipërinë. Po ndoshta mund i vi momenti që djali i Trumpit zbarkoi në Serbi. Për interesa mund zbarkoj kudo. Për interesa ai është biznesmen, pra. Ata janë familje biznesmenësh. Pra, ata bëjnë biznes. Dhe ata bëjnë biznes me këdo qoftë. Edhe me Osama Bin Laden nëse do ishte gjallë, mund të bënin biznes nëse do ja kishte interesi. Pra nuk ka rëndësi emri i personit kë takojnë ose i grupit me kë po bisedojnë. Ka rëndësi interesi i tyre. Pra Amerika në qeverisjen e Trumpit ka ndryshuar tërësisht parametrat dhe standardet e veta të sjelljes nga pikpamja e doktrinës së vet për persona dhe për grupime. Pra tani nuk ka më limite, sipas meje. Po, nëse do të kërkoja të shkruaje në këtë moment në tavolinën rezultatin e 11 majit, cili do të ishte ai sipas perceptimit, pritshmërisë tënde, analizës që bën, nuhatjes që mund të kesh? Besoj që do kemi një fitore të Partisë Socialiste, nuk ta them dot rezultatin se do ja fusja kot,
Po, do ketë një mazharend solide, 71-74 vota, mendoj se Rama do t'i fitoj për shkak të organizimit politik që ka, për shkak të kontrollit pushtetit lokal që e ka dhurat nga 2019 prej Partisë Demokratike dhe për shkak të zgjedhjeve shumë të dobta po lokale që Partia Demokratike u shfaq duke fituar vetëm Shkodrën në një moment Bart Spahia dhe pastaj pjesa tjetër foli totalisht për PS-n dhe Ramën. Ju mendoj që nga pikpamja kapilare, nga pikpamja strukturale, nga pikpamja propagandistike, PS e ka të fituar garën në tavolinë, po rezultatin nuk mund të ta them. Mendoj se besoj nga 71 deri në 74 vota janë të sigurta për mua në këtë moment. Më vonë nuk e dim se çfarë do ndodhë. Do të ketë shumë rënje Partia Demokratike në rezultat, sepse kanë hyrë edhe të rinj, kështu që logjikisht pjesën e mbetur të kësaj që the, unë ja faturoja PD-s, po duke qenë se janë dhe të rinj në lojë tani. Unë mendoj si do ndahet kjo? Mendoj që PD-ja merr një marzh nga 35 deri në 45 mandate. Po jam relativ, nuk dua të hyj në këtë parashikimin, po mendoj se PD do jetë me një rezultat dobët dhe ky rezultat i dobët duhet sjell një fitore të madhe. Më në fund Berisha do ta kuptojë që është paterica kryesore e Ramës në qeverisje dhe duhet i hapë rrugën një herë përgjithmonë një procesi politik të organizimit dhe rivitalizimit të Partisë Demokratike, e cila nuk mund katandiset duke marrë rraqe politike me vete për të mbledhur çdo votë, sepse nuk bën dot votat e veta. Partia Demokratike është krijuar si një forcë e qyteteve, si një forcë e inteligjencës, dhe është krijuar si një forcë e cila mund ta merrte e vetë me pushtetin. Pra, ky duhet të jetë qëllimi i liderit të ardhshëm të Partisë Demokratike, nëse do ketë një lider vizionar, të çojë Partinë Demokratike në qytet, pra në qytet, në çdo derë qyteti, që ajo të kthehet në një parti e njerëzve, e qyteteve. Më i votuari ndër të rinjt? Ndër të rinjt? Nga partitë... Po, Lapa, Shabani, Shehaj... Edhe për këta është një sprov në vete, sepse thash janë qenie politike në epruvet dhe qenie politike mediatike më shumë se sa qenie politike elektorale. Duhet të shohim 11 majin që të vendosim pastaj dhe të japim një analizë. Mendoj që ka më shumë inflacion perceptimi për këta se sa realitete. Pas 12 vitesh në pushtet, 3 mandatesh, Edi Rama propagandon thuajse çdo ditë në rrjetet e tij sociale dhe i kërkon votën shqiptarëve me argumentin se vetëm ai e njeh rrugën drejt Bashkimit Evropian, ndryshe nga kundërshtari i tij, këtë herë vota ka një rëndësi gjeopolitike, po, ai gjen gjithmonë një lajtmotiv, ka gjetë këtë lajtmotivin që po pra gjithmonë gjen pas kaq shumë konsumimi në pushtet. Kjo është kreativiteti personal. Po ta analizojmë pak shqiptarët, çfarë lloj votuesish janë? Shqiptarët janë votues që kërkojnë gjithmonë një prizë. Analiza vetëm që kanë një opozitë të çalë përballë. Shqiptarët duhet kuptojnë për shembull që ndërkohë që Rama po i hedh në tryez ofertën që ne kemi vendin në Bashkimin Evropian, Bashkimi Evropian po shpërbëhet. Po të jenë kaq zgjuar, të paktën politikisht dhe krau tjetër që është totalisht out dhe nuk e kuptoj si s'ka kaq vizion politik për të bërë oponencën e dur politike. Mund t'i thotë Ramës, ti ke dalë me tezën Albania 2030 në BE, ndërkohë që BE-ja s'di ku është vetë. Këtu po flitet a do ekzistojnë NATO apo jo? Praktikisht me këtë dilemë të madhe ku është futur NATO dhe BE-ja me prishjen e ekuilibrave politik dhe gjeopolitik dhe ekonomik gjithashtu, e gjithë bota për 10 vitet e ardhshme do jetë në një cikël të ri politik dhe kam përshtypjen që jemi në një dekadencë të cilën nuk po e përmendim, ose ndoshta edhe se s'po e kuptojmë, se të gjitha institucionet kanë marrë fund. Pra OKB-ja është një institucion kukull, nuk ekziston më. OSBE-ja është një institucion kukull. Çfarë është OSBE-ja? Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Europë. Çfarë po bën OSBE-ja për të ndaluar konfliktin midis Rusisë dhe Ukrainës? Zero. Se është ineficiencë totale, nuk funksionon, nuk ekziston. Këshilli i Europës, Asambleja Parlamentare e Këshillit të Europës, Bashkimi Evropian, janë gjitha institucione burokratike që kanë marrë fund, ekzistojnë thjesht për forcë ose për inerci. Pra duhet rikonceptuar e gjithë struktura e Europës, ndoshta edhe Bashkimi Evropian, mund të vazhdojë të ekzistojë në një mënyrë tjetër. Po kjo BE që është sot,
është thjesht një inerci momentale e asaj që është krijuar atëherë. Dhe teza politike e Ramës është një tezë elektorale që mund të pi ujë këtu, por si koncept dhe vizioni së ardhmës mund të gjykohet dhe debatohet politikisht nga opozita në këtë rast pafund. Po ata nuk e kapin këtë se kanë mendje me bë politikë, se edhe s'kan ngel dhe politikanë në opozitë, siç e tham. Po pas pushtetit të sërzgjatur, a bëhet fushat me daulle, me çetjane, me kuakuate, bufit Po të shumë mirë netës, bënë, nëse aty funksionon rregullesh. Kur pala tjetër nuk bin dot shqiptarët, çari është i këtij. Kështu që nuk ke çaj, do të thënë Rama ky është. Rama thotë unë dal nudo, më japin votat. Ky është problemi i Ramës. Sondazhet e brendshme i nxjerrin me pyetje pensionistët. Që do të I thotë ka mërzitur shumë me çfarë, me bonusin e pranverës. Ka gjatë nuk, po një bonus është ai. Po një bonus. Ti mendon se Po dakord, pra një bonus themi jo, të dy. drejt është e drejt. Po varet se si e ndjejnë ata që janë në shtëpi dhe janë dy pensionistë thonë, na e dha ky, hajde japim votën. Pra varet, kemi në një sondazh për këtë? Kemi bërë? Jo, s'kemi. Pra duhet flasim në abstragim. Në abstragim mund flasim pafund pro ose kundër. Çështja është që e thash pak më parë. Ofertat janë dy. Sot për sot ofertat më të forta. Pse nuk quhen ofertë edhe të rinë ti për shembull? Po s'ka për të rinë, shikoj, që unë të bindem, unë duhet votoj nuk duhet votoj as Ramën as Berishën. Po. Po këtë votoj. Do votoj një individ i cili s'ka bërë kurrë zgjedhje. Më mirë se votoj, sa vjet po s'ka më mirë, brenda skeqes nuk ka më mirë, brenda gabimit nuk ka më mirë, është gabim. Pra gabimi është gabim, nuk ka më mirë. Ne gjithmonë me të keqen më të vogël kemi ecur. Jo, po s'mund të ecim gjithmonë me të keqen më të vogël. Po, Se Berisha tha sfundi. Sa ko janë të njëjtët njerëz? Berisha tha sfundi se i foli i foli super, po mirë, ne do i ndërgjegjësojmë njerëzit apo do vazhdojmë me variantin dhe ne si njerëzit. Me të njëjtët njerëz do i ndërgjegjësojmë. Po pra, unë atëherë i them këtyre njerëzve që kanë marrë një angazhim politik, mos e lini ose mos përsërisni në miniatur diktatorët e mëdhej, që t'jeni ca diktatorut zvegjël, që bëni sikur jeni demokrat.